5 shenjat që do të kenë më shumë fat për ditën e premte 24 korrik. Shigjetari, rizgjim total, vitalitet dhe fat të drejt për drejt. Shigjetari renditet në krye të listës së shenjave më fatlume për këtë të premte 24 korrik. Hëna hyn sot në shenjën tuaj dhe formon një trin të artë kozmike me diellin të Luani, duke zhbllokuar të gjithë energjinë tuaj personale. Kjo ditë ju sjell një karizëm të parezistueshme, entuziazëm dhe kthesa mjaft pozitive në çdo nismë që vendosni të ndërmerrni. Çdo ngadalësim apo pasiguri e ditëve të mëparshme lihet pas. Në punë dhe financa portat janë të hapura për të negociuar kushte të reja apo për të kërkuar promovim. Në dashuri rezatimi juaj natyral do të magnetizojë secilin që do t'ju rrethojë duke ju dhënë momente të jetë pasionante. Shenja e dytë është dashi, vitalitet, pasion dhe fitore në sipërmarrje. Të lindurit në shenjën e dashit përfitojnë maksimalisht nga harmonizimi i hënës të shigjetari me diellin të Luani. Ky tranzit ndriçon shtëpinë tuaj të 9 të horizonteve të reja dhe shtëpinë tuaj të 5 të krijimtarisë dhe pasionit. Dita sjell fat të madh në negociata biznesi, udhëtime, provime apo çështje ligjore. Idetë tuaja do të pranohen me shumë duartrokitje nga të tjerët. Në planin financiar, maturia e gërshetuar me guximin do t'ju sjell fitime konkrete. Në sferën e ndjenjave jeni në një nga ditët tuaja më romantike të muajit. Çiftet do të rindezin zjarrin e pasionit, ndërsa beqarët do të bëjnë njohje të jetë cilësore. Luani, shkëlqim personal, karizëm dhe sukses krijues. Luanët vazhdon të shkëlqejnë me diellin që ndodhet në shenjën e tyre. Mbështetja e fuqishme që merrni sot nga hënat e shigjetarit i shton këtij muaj një dozë të dyfisht fati, vitaliteti dhe frymëzimi. Çdo projekt që keni në duar ka potencialin të kthehet në një sukses të madh publik. Në planin e parave, bizneset personale apo investimet krijuese do të sjellin rezultate të jetë premtuese. Në sferën e dashurisë, pasioni juaj mbretëror është në pikën më të lartë, çiftet do të përjetojnë harmoni e festë në lidhje, ndërsa për beqarët fati kozmik sjell takime magjepsëse që mund të kthehen në diçka mjaft serioze. Binjakët, zhbllokimi i komunikimit, fat në partneritet. Për binjakët e premtja sjell një çlirim të madh për shkak të kthimit të planetit tuaj udhëheqës Mërkurit në lëvizje direkte. Në të njëjtën kohë, hënat e shigjetarit ndriçon shtëpinë tuaj të 7 të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve me rëndësi. Dita paraqitet mjaft e favorshme për të nënshkruar kontrata, për të mbyllur marrëveshje financiare apo për të marrë përgjigje pozitive që i keni pritshëm prej kohësh. Në sferën e ndjenjave, keqkuptimet e ditëve të fundit zhduken plotësisht, çiftet do të shijojnë mirëkuptim dhe harmoni të plotë, ndërsa beqarët do të kenë fat në takime të reja që stimulojnë mendjen dhe zemrën. Dhe ujori, arritje në grupe, qartësi në çift dhe frymëzim. Ujorët mbyllin peshën e shenjave më të mbrojtura për të premten 24 korrik. Hënat e shigjetarit ndriçon shtëpinë tuaj të 11 të ëndrave, arritjeve dhe projekteve në grup, ndërsa Mërkuri direkt përballë shenjës suaj sjell zgjidhje përfundimtare për çdo bisedë të mbetur pezut. Sot do të ndjeni se gjërat po lëvizin më në fund në drejtimin e duhur. Në planin financiar, bashkëpunimet me miqt apo kolegët e besuar do t'u hapin dyer të reja monetare. Në sferën afektive, komunikimi i hapur do të rindërtojë besimin në çift, ndërsa beqarët do të tërheqin persona me vizion të lartë dhe nivel të admirueshëm pjekurie.